Liderit botëror kanë shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta të Papa Franceskut. Papa Francesku u kthye në shtëpinë e Zotit, shkruan ministri i jashtëm italian Antonio Tajani, një pap i madh, një mik i Italisë. Le të lutemi për të dhe për të ardhmen e gjithë kishës katolike. Evropa mbanzi për vdekjen e shenjtërisë së tij Papa Franceskut. Buzëqeshja e tij infektive fitoi zemrat e miliona njerëzve në mbar botën. Papa i popullit do të mbahet mend për dashurinë e tij për jetën, shpresën e tij për paqen dhe mshurinë e tij për barazi dhe drejtësi sociale. U pret në paqe, shkruan në rrjetet sociale kryetarja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola. Me pikëllim të madh mësova për ndarjen nga jeta të shenjtërisë së tij Papa Franceskut. Kur u takuam së fundmi në Rom, falenderova Papa Franceskun për udhëheqjen e tij të fortë në mbrojtjen e më të cënuarve dhe mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. I shpreh ngushëllimet e mia të gjithë katolikëve në mbar botën, shkroi në rrjetet sociale përfaqësuesja e lartë e BE-s, Kaja Kallas. Presidenti francez Emmanuel Macron shpreh ngushëllime për katolikët në mbar botën. Ngushëllimet e mia më të thella për katolikët e Spanjës dhe në mbar botën për vdekjen e shenjtërisë së tij Papa Franceskut, tha ministri i jashtëm spanjoll José Manuel Albares në emër të qeverisë spanjolle në një postim në rrjetet sociale. Albares kujtoi se Francesku ishte një njeri i paqes dhe dialogut mes kulturave dhe feve. Pushon në paqe, përfundoi ai. Papa Francesku i ndjer është një njeri me besim të pamazë dhe mëshirë të madhe, i cili ja kushtoi jetën e tij avancimit të varfërve të botës dhe thirrjes për paqe në një kohë komplekse dhe të trazuar, shkroi presidenti i Izraelit Isaac Herzog. Iran, një vend musliman që mban marrëdhënie të mira me Vatikanin, shpreh ngushëllimet pas vdekjes së Papa Franceskut, kreu të kishës katolike në moshën 88 vjeçare. Kolegët e mi sapo më than lajmin, u shpreh ngushëllimet e mia të gjithë të krishterëve në mbar botën, tha zëvendësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Esmail Bagai në një konferencë shtypi. Kancelari në pritje Gjermanisë, Friedrich Merz, tha se Papa Francesku do të mbahet mend për përkushtimin e tij të palodhur ndaj më të dobëve në shoqëri. Vdekja e Papa Franceskut më mbush me trishtim të madh, shkroi Merz.